إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falëndrime dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhruar. Atë e falëndrojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijojë, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, sot dëshiroj në këto pak minuta t'i them disa fjalë për rëndësinë e ditës së Xumë, për disa rregulla dhe për etikën me të cilën duhet të stoliset besimtari në këtë ditë. Kjo është një ditë shumë e madhe. Në këtë ditë Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar Ademin alayhis salam, siç na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë Allahu e ka shtynë në xhenet Ademin alayhis salam. Në këtë ditë, pra në ditën e Xumë, Allahu e ka nxjerr Ademin alayhis salam prej xhenetit në tokë dhe në këtë ditë ka ndodhur Kiameti. Kjo ditë e ka një çast, e ka një moment, në të cilin moment, nëse njeri lutet, Allahu nuk ja kthen mbrapsht lutjen e tij, përgjigjet. Kur është ai moment, disa për dietarëve mendojnë se prej momentit kur hip imami në mimber derisa të përfundojë namazi i Xumës. Kjo është ajo koha e bekuar. Po shumica e dietarëve mendojnë se ky moment i veçantë që duhet me e kërku besimtari dhe mu lut në ta, është prej masi qindis, ditën e Xumë, deri në perëndimin e diellit, deri në akşam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Allahu umetet tjera i ka deviju nga kjo ditë. Çish i ka deviju? Nuk ju ka tregu se kjo është dita më e mirë dhe më e vlefshme. Për çat jehudit e kanë ditën e tyre javore e kanë çtunën. Krishterët e kanë dillën, ndërsa pejgamberi sa thotë ne muslimanët, edhe pse si umet jemi i mramti, do të thonë ne kemi ditën e Xumës dhe Allahu na ka tregu se kjo është ajo dita madhështore. Kjo është ajo dita e vlefshme, që ka shumë peshë, nuk ka ditë më të mirë në të cilën lind dielli se sa dita e Xumës, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe thotë, edhe pse ne jemi të mramtit, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se jehudit janë para neve, krishterët janë para neve, apo si umete. Thotë ne jemi, Allahu na gëzu që na i ka tregu ditën që është para ditëve të tjera, se Xumëja është para çtunës dhe diellit. Edhe në botën tjetër kemi me kon para tyre, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këtë ditë duhet me çmu. Edhe duhet mu mundu që këtë ditë, domethënë me i kry detyrat tona, ashtu siç duhet dhe të stolisemi me edukatën, me tërbijen ose me etikën që na i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Normal që duhet me pas njëri kujdes që se ai veprimi më i rëndësishëm i ditës së Xumës, cili është? Veprimi më i rëndësishëm është namazi i Xumës bashkë me hutbën. Hutbja e Xumës. Bile disa dietar thënë hutbja është e veçantë se namazi, ne ashtu sa ashtu çdo ditë e falim në këtë vakt e falim namazin e drekës. Namaz kemi. Mi po ajo më e veçanta është hutbja. Për çfarë besimtari duhet mu kujdes që, domethënë me ardh me ndëgju hutbën dhe ashtu si i ka hije një besimtari dhe mos me leju që kjo me ik. Se ka dikush për pak e për shumë, dikush vjen e fal veç namazin. Gabim, gjëna ka për këtë. Se dëgjimi i hutbës është vajxhib. Nuk është dëgjimi i hutbës vullnetar. Do të dushën nin, e dëgjon hutbën, si mos dush, jo. Është obligim. Duhet me ardh me ndëgju hutbën. Të si cilla xhami, ku dush, ka falo, veç dush me ndëgju hutbën. Dikush ma dje dhe ma keq, e le krejt namazin e Xumës. Kush i le 3 Xumaja, pa i fal,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala do t'ja vulos zemrën atij. Çka më thon do t'ja vulos, do t'ja mbyllë zemrën. Se vula vjen në fund, mbyllet dokumenti. Vula vjen në fund. Qashtu i vuloset zemra atij i cili i le 3 xhumoja pa arsye. Nuk është i smund, nuk është udhëtar, nuk ka dëni angazhim dënjas, jo nuk linjet për angazhimet të dënjas xhumoja. Bile në për shtete ku funksionojnë rregullat e shariatit, normal që gjatë kësaj kohe në një vend ku falin krejt xhumon, policët të cilët i caktojnë si kujdestar, që me rujt se kriminalet mundën me organizu dhe një krim në atë moment, policët i ndrojnë me orare. Por që polici, atë lejohet, për që një polic me lanë më kujdes për pronën, për rendin publike kështu me radhë, i lejohet. Mirë, po javën tjetër se lanë njëtin polic, se mësohet ai mos me falë xhumon, dhe kjo është e damshme për ta. Për qatë xhumon nuk duhet me lanë përveç për arsye të pranuara nga shariati. E tash prej etikës që duhet mu shtolis me të besimtari, ditën e xhumë është mu mundu që në këtë ditë njeri mu përgadit psikikisht, por edhe fizikisht për me kry ibadetin e namazit të xhumës. Sa i përket përgaditjes së tij fizike, do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar që pastrimi është në një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pastrimi është vajxhib në këtë ditë. Do të thonë gusli, larja e tërë trupit, parfimosja, pastaj këto gjëra janë sunete, nuk janë të domosdoshme. Do të thonë veshje e rrobave më të mira që i ke. Ardhja sa më herët në xhami. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me siguri keni dëgjuar atë se ka thonë kush vjen i pari ditën e xhumon në xhami, llogaritet sikurse me prej një deve dhe me dhon sadaka, me prej kurban dhe me dhon sadaka. Mishin e saj. Kush vjen i diti si me prej një lok, kush vjen i treti sikurse me e prej kurban një dash, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush vjen i katërt janë sikur me dhon sadaka një pul, kush vjen i pesti sikurse me dhon sadaka një ve e kështu me radhë. Ka pesh me ardh në xhami më herët, me boj ibadet, me qu salavate sa më tepër, me lexu surën Kehf. Suneta çdo xhumë me lexu surën Kehf. Me pas kujdes mos miu pengu njerëzve. Edhe një prej gjanave që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçantë është, domethënë mos me hec për mbi supet e njerëzve. Vjen dikush, domethënë edhe për mi njerëz, e ka përcen safin që saf mas safi vjen, domethënë dikun përpara ulet. Kjo është ndaluar. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam takhatti ar-riqab yawm al-jum'a. Pejgamberi sa më ka ndaluar që me njerëzit domethënë mi ndau kështu aty, me të arsit cëllim, me ka përci për mi ti, për kështu, shqetësim është. Gjithashtu e ka veçuar pejgamberi për ata që janë afër xhamisë dhe janë të shëndetshëm dhe nuk kanë probleme shëndetësore, nuk kanë ndonjë arsye tjetër me hec në kam ditën e xhumës. Ka thonë pejgamberi kush merr gusull ditën e xhumës, pastrohet dhe shkon herët në xhami, edhe ecën edhe nuk hip. Domethënë nuk hip në atë kohë, nuk kanë hip mbi deve ose mbi kalë ose domethënë mbi kafshët me cilët kanë udhëtuar. Në këtë kohë për shembull nuk hip mbi mjetet e udhëtimit. Përveç nëse ka arsye. Kjo nuk janë të domosdoshme. Me hec Allahu subhanahu dhe shkon në xhami, i afrohet te imamit dhe me shkon herët, edhe nuk flet derisa imami e ma hutben, Allahu subhanahu wa taala për çdo hap që e ka bën, do ta shpërblej sikurse ti ishte falur ai një vit të plot dhe të kishte fal namaz natë një vit të plot. Kush i ban 300 hapa deri te xhamia, Allahu e shpërblen sikurse 300 vjet kishte bën namaz nafile dhe 300 vjet kishte fal namaz natë. Shpërblimi është shumë i madh. Mirë po, cilat janë kushtet? Kushtet ato që kjo. E para, ibadet është me ndëgju hutben. Sahabët tregojnë në për libra, kur ka hip pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë mimberin e vet që e ka pas. Se njëherë ka pas një çung, pastaj ja kanë ndërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
një mimber edhe e kanë simulu tash në kohën moderne, është një muze në Mekë, me thonë me gjanat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ja kanë bërë mihrabin çashtu sikur është përshkruar në libra. Do të thonë është me 3 shkallë. Kur ka hyrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mimber, sahabët e kanë shikuar. Jo dikush me këshill punën, me lujt, me diçka, do të thonë mend i ka tjetër kon. Do të thonë prej sunetit është me këshill hatibin, me ndëgju dhe mos me bë kur gjë tjetër përveç dënimit, do të thonë dëgjimit të hutbes. E tash unë këtu, ndoshta edhe arsyeja pse po e maj këtë hutbe për ditën e xhumas është fakti që shumë prej xhamatlive unë nuk i kam pa. Mi po më tregojnë, sidomos ato që janë poshtë, në podrum, ndoshta edhe kjo pjesa që janë ma fil. Dikush, gjatë gjithë hutbes e rinë telefon. A i dini se këta njerëz, me vetë fjallë të pejgamberit, se ne nuk jemi ne ata që e caktojmë, ka dikush sevapas. S'ka xhumo. Sevapet xhumos nuk ka. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidhur me këtë, që ka përmend. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmend një di fjalë, ka thonë derisa imami është duke e mbajt hutbën, nëse dikush i thot tjetrit hesht, e ka humb sevapin e xhumas. S'ka sevap. Pse ka përmend këtë shembull pejgamberi se ki që fol derisa mbahet hutbja, kjo është gabim apo? Ky që i thot shuj ose hesht, kjo është të e bën një vepër të mirë, se gabimin me ndalë është mirë, apo? Mirë po, pasi që hutbja është duke u mbajt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij që i thot hesht, ka thonë ti e hupe se ai e ka të hupt ai që bën mohabet. Prandaj në ditën e xumës, derisa mbahet hutbja, nuk i thuhet kërkujt selam aleikum, nuk i thuhet kërkujt si ja je mirë, nuk i thuhet kërkujt a bam me mleshu pak vend. Nuk i thuhet kërkujt yerhamukallah, nëse dikush të shtin, do me thonë tesh, ai do të me thonë elhamdulillah, dëgjuesi do të me thonë yerhamukallah, ja, derisa mbahet hutbja leni këto. Si je, selam, a je mirë, do me thonë kur gjë përveç dëgjimit të hutbes, nuk ka kjo sikur se mësimi në për shkolla, në për fakultete, do me thonë nuk duhet, ai kërkohet koncentrimi edhe atje, po nuk është ibadet atje. Nuk është ibadet në atë kuptimin sikur sa është dëgjimi i hutbes. Hutbja, do të thonë e ka rëndësinë e madhe. Prandaj, kështu që feja jonë është, do të thonë është një fe e disiplinë. Kështu madhështia e fesë islame ku shikohet. Për shembull, na për këtë xhamit tona, që këtu në Shkup për shembull, falet xhumoja dhe xhamiat janë këtë plota gatise. Besoj që shumica e xhamive bile dhe oborret mbush. Kush e bën këtë organizim? A i dini se me ja pas lënë dikuj që këtë organizim, sa mund i madh është dasht mu derdh për me bo që këtë organizim, me i thirë këtë një nga një. Jo, neve në ka organizu feja jonë, është fe madhështore. Në më thonë, se cili e di dityrën e vetë, se cili e di punën e vetë, se cili e di kohën e vetë, se cili e di udhën e vetë, edhe njerëzi me mira, qindra mira njerëz, me miliona në përbot, me qindra miliona organizohen, hiç pa i thirë kërkosh, veç e thirë një ezan. Po edhe ezani mos më ndëgju, njerëzit shkojnë e falin namazin. E tash, ne me i lanë kretë punët, edhe me ardhë këtu edhe me bo muhabet. Me nejtë në telefonin nuk gudzon me prek. Këshini, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, ju ka thonë sahabe, po kjo ju ka thonë edhe umetit të ti. Ka thonë men mesel hasa faqad laga. Kush e prek zallin, kush e prek guralecët e zallit, se xhamia pensëm kohën e vetë, së konë e shtrume me tepika, ka konë me ranë, me zalla, pa. E ta është dikush ka qef shtu me lëvish, a i ndoshta e ndëgjon ativin, a me lunë me dorë në zallë. Thotë pensëm, kush e prek zallin, ranën, e ka hundë sevapin e xhumas. E ka hundë sevapin e xhumas. Pse? Se ti i tu marrë me diçka tjetër. Kur gjo, duhet mu këthi njeri, do me thonë mu bo vesh e si, si thot populli, mu bo vesh e si, do me thonë për me ndëgju hutben, nëse do me kry hutben, nëse do me përfitu për hutbes tante. Me ardhë në xhami me nejtë në telefon, dhe ju drejtohem,
se mu çdo xhumë gata si xhamatli të ndryshëm, jo vetëm këshilli i xhamis. Më thonë, po jo vetëm te ne. Kjo fatkeqësisht, për shembull, me shkuti me fal xhumona për xhamia të ndryshme, nëse mbet në mbarë, se mrena s'ka vend, ti shef njerëz folin për dunjë, për politikë, për ata, për këtë, për filanin, bëjnë gibeca, a hudbja mbahet. Ti s'ke kur gjallë pjasë e xhumas. Nuk e ke etikën, terbijen e duhur që duhet me pas muslimani. Pra duhet me pas sabër, 10 minuta, 15 minuta, ri pa forcës botë kur gjallë. S'ka më prish dunjoja si ta më shelish gojen për 10 minuta. 15 minuta. Kjo është derisa mbahet hudbja. Nuk guxon mi rrotullu çelsat. Nuk guxon me lujt me dorë, nuk guxon bile dietarët kanë thonë, nuk guxon mu marr, do me thonë me trupin tënd. Për shembull, mi non stop flok mi lëviz ose mjekra ose non stop me teshat mi prek, nëse s'ki nevojë, përveç nëse ki nevojë. Përveç nëse ki nevojë për shembull diçka e çel pak një pull të këmishës, kjo lejohet nëse ki nevojë, nëse s'ki nevojë thënë dietat edhe këto hinte ato gjonat e padobishme që ta prishin sevapin dhe ta humbin sevapin e xhamas. Prandaj të nderuar vëllezër, me të vërtetë është, domethënë pa kuptim, me ardh në xhami me në telefon, me ardh në xhami me fol, me ardh në xhami mu angazhu me diçka tjetër përveç xhamas, përveç hutbes. Ti ki ardh ditën e xhamos, ditën më të mirë të Allahu subhanahu wa taala, me kri një ibadet, me kri çket obligim. Edhe pastaj ki hapësirë për me bë muhabet, për me fol, për me nejtë në telefon. Jo këtu me ardh për shembull me humb kohën. Është turp ose me fol, ose për shembull dikush bën edhe muhabet. Si të jenë më larg pak pi syve në shtat hoxhas ose se hoxha nuk është ai ndoshta ai më në me thonë rrezikshmi edhe më i trishtueshmi që zgjidhojnë me bom potere prej tij, po do me thonë bëjnë muhabet, folin, bëjnë rinë telefon, dikush por që të koncentrohet kur i del xhumi, do me thonë masi të krijet kur thirrë ezani i ditë, ose kur thirrë ikameti për shembull. Kur thirrë ikameti për me fal namazin e xhamos, atëherë ju del xhumi, edhe do me thonë çohen për me fal namazin. Kjo është, do me thonë një gabim. Prandaj duhet mu vetëdijsu. Përderisa pejgamberi sa s'na ka leju kur gjë hiç me e prek zallin. Përveç ka thonë nëse dikan e zë xhumi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikan e zë xhumi mundet mu çu me ndruveni. Pse se qëllimi është mu kthjell, mu vetëdijsu, me ndëgju hutben, me pas kujdes edhe si ulemi, mos mi u pengu njerëzve, mos mi zon divenën me që me zon veç një ven. Sa është moti i ftoftë, dhe njëra shumë nxehtë, dhe njëra shumë ftoftë. Më thonë, kjo etika e besimtare që dhe kjo nuk është diçka nëse duam apo nuk duam. Këtë kemi patjetër ta rregullojmë. Nuk na lejohet asesi që të bëjmë muhabet ose të dekoncentrohemi ose të miremi me gjëra tjera që nuk kanë të bëjmë me dëgjimin e hudbes. Elus Allahu subhanahu wa taala që ta përmirësoj gjendjen tonë. Me të vërtetë shumë herë, domethënë ku mdash kam planifikuar edhe unë mendoj me kolegët e mi hoxhallar kur kam fol, mendoj se duhet me bë pjesë të hutbes me u thon njerëzve para se mi hin ders, para se mi hin ligjërat, para se mu fut në temë dhe me zhvillu temën, me u thon njerëzve, o njerëz, nalni telefonat, mos shihni telefon, mos bëjni muhabet, mos i fol kurkuj, mos i jep selam, mos i thuj kurkuj përveç dëgjimit të hutbes. Mas asaj, pastaj më thonë lirohemi. Allahu subhanahu wa taala na udhëzoft dhe na drejtoft në rrugën e tij dhe na bëf për atyre të cilët i zbatojnë në mënyrën më të mirë fjalët më të mira me të cilat na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.